Prej 25 vitesh, Majlinda Kristo i ka përkushtuar jetën pastrimit dhe gjelbrimit të qytetit të Përmetit, çdo mëngjes për të nisë herët, mes luleve, pemëve dekorative dhe hapësirave publike që kërkojnë përkujdesje të vazhdueshme. Gjatë këtyre viteve, ajo ka përjetuar vështirësi të shumta, por edhe kënaqësi të veçanta, sidomos kur sheh rezultatet e punës së saj. Edhe i vështirë se puna është në teren, në shi, në borë, në diell. Po tani e kemi marrë përsi për këtë punë, duhet ta bëjmë. Me tani edhe të kënaq puna se ti shikon kur mbjell dhe ato çelin, rriten, bëhen kështu, ndjen një kënaqësi. Ne japim ngjyra qytetit edhe me gjelbërim, edhe me pastrim dhe kështu që ndjejmë një kënaqësi në vetvete. Tani në këtë periudhë të dimrit ne i krasitim pemët, shkurret, trëndafilat, i marrim kalemat dhe i stratifikojmë, i mbjellim nëpër vllaja këtu në Farishte. Aktualisht puna e saj dhe e kolegëve është përqendruar te mbjellja dhe prodhimi i fidanëve. Në këtë periudhë tani ne jemi të fokusuar tek kalemat, me fjalë që ne i prodhojmë vetë të gjitha, mbjellim farat e pemëve të shkurreve, mbjellim kalema dhe i prodhojmë fidanet gjithë vetë, trëndafila, pemë, shkurre, lulet. Tani vjen periudha edhe pak dhe ne mbjellim farat e luleve që do i nxjerrim në maj. Për Majlindën, kënaqësia më e madhe mbetet momenti kur mbjell trëndafila, lulet që sipas saj i japin më shumë gjallëri dhe hieshi i qytetit. Duke qenë që jemi qyteti i trëndafilave dhe i luleve, na jep kënaqësi kur i mbjellim dhe trëndafilat dhe lulet. Dhe kur çelin, marrim ato frutet që kemi dhënë gjatë gjithë kohës. Pas 25 vitesh punë, Majlinda vazhdon me të njëjtin pasion, duke parë çdo fidanishte dhe çdo lulishte si një pjesë të shpirtit të saj dhe të qytetit që ajo e do aq shumë.